edhe kur në ne bizotëron indiferenca, edhe kur duket se nuk ka vend për të brenda nesh, Krishtlindja na kujton se Zoti nuk tronditet nga kufizimet tona. Ai hyn pikrisht aty ku është më errët, sepse asnjë errësirë nuk mund të shuaj fritën e tij. Ky është rivolucioni Krishtlindjes. Zoti zgjedh jetën tonë të përditshme si vendin e tij të veçantë për t'u bërë i pranishëm. Si të krishterë, jemi të thirrur të ndajmë këtë shpresë me të gjitha, përmes një stili jetese që kundërshton indiferencën, shtypjen, dhunën dhe çdo formë egoizmi. Besimi hyn na fton të ndërtojmë një qytet me marrëdhënie të reja, ku tjetri nuk është kundërshtar, por vëlla. Një qytet ku të vuajturit nuk lihen vetëm, ku e mira e përbashkët vlen më shumë se interesat personale, ku digniteti çdo personi duhet dhe vlerësohet. Duke përfunduar viti jubilar i shpresës, Dioqesa jonë e Shkodrës, së bashku me gjithë kishën në Shqipëri, po përgatitet të përjetojë një vit të ri hiri në rastin e 130 vjetori e shpaljes së zojës së Këshillit të Mirë si pajtoria e Shqipërisë. Është një kohë e bekuar që na fton të shikojmë të ardhmen me mirënjohje dhe bekim, që të jemi të udhëhequr nga prania amnore e Marisë. Të fillojmë këtë vit të ri në nënshikimin e saj është një hir i veçantë. Maria është ajo që pranoi Zotin me parë në zemër e pastaj në trup. Besimi i saj ishte shtëpia e parë e Zotit, tempulli i parë kur fjala gjeti shtreh. Me ponën e saj, ajo hapi një rrugë të re për njerëzimin, duke u bërë shërbëtore e Zotit dhe të njëjtë kohë nana që soli shpëtimtarin në botë. Kjo basilike e Zojës së Këshillit të Mirë, në hyrjen të qytetit të Shkodrës, qëndron si shenjë pranisë së Marisë, që i mirëpret dhe shoqëron të gjithë ata që hynë e dalin. Shkodra, me bukuritë, historinë, plaget dhe sfidat e saj bashkëkohore, ka nevojë të shoqërohet dhe të ndihet e ruajtur nga ky shikim amnor. Ndryshimet shoqërore, emigrimi që ndan shumë familje, vështirësitë ekonomike, vetmia e të moshuarve, brishtësia e të rinjve që kërkojnë drejtim dhe të ardhmen, na prekin thellë. Të gjithë institucionet civile fetare, shoqatat dhe qytetarët e thjeshtë, jemi thirrur të angazhohemi dhe të japim kontributin tonë, që qyteti ynë të bëhet gjithme më shumë një komunitet që mirëpret, mbron, edukon dhe mbështetet me të dobtit. Një qytet ku Ungjilli i paqes, drejtësisë, solidaritetit dhe dashurisë të zbatohet në zgjedhjet e përditshme dhe në përgjegjësitë e secilit. Në këtë vit kemi kujtuar 35 vjetorin e kremtimit të meshjes së parë pas diktaturës, e ky ka ndodhur pikrisht këtu, në këtë vend, që nuk është vetëm një varresë, por është shenjë forte e ringjalljes së kujtesës. Këtu grumbullohet është e martirëve dhe guximin e një popull që edhe me persekutimin ka ruajtur besimi. Këtu drita e Ungjillit rifilloi të shkëlqej pas errësirës. Një errësirë që kishte mbjell frikë, kishte mbjell dhunë, kishte mbjell edhe vdekjen. Krishtlindja na kujton
se ajo dritë nuk kishte shuar kurrë. Ju të dashur vëllezër e motra, edhe ju shqiptarët e diasporës, ju drejtoj urimin tim të sinqertë, që drita e Krishtit që erdhi në botë të ndriçoj shtëpit tuaja, ngushëlloj familjet tuaja, të forcoj ata që janë në prova, të rinovoj shpresin atyre që presin një të ardhmen më të mirë.